E nis dimërin, po e kërkon verë, por vera ka po zoti. Kështu që po shtatet edhe kënga jote, kështu faleminderit për ekskluzivitetin që e sjell tek emisioni Një kafe me Labin. Tani këto momente shikues të radio televizionit Njës të një, unë kam pas kënaqësinë që pikërisht për festën e flamurit për 28 nëntor të jem edhe me bashkëadhëtar tanë të cilët janë në Bruksel, por edhe ashtu në Gjermani. Nuk kam pas fatin që t'jem në Finland, por patjetër që me 14 shkurt do t'jem në Finland, për shkak që kam premtuar, kam qenë atje, por e pamundshme që t'jem. Kështu që Finlanda na pret me 14 shkurt, me 28 nëntor në Bruksel, si çdo herë tjetër, si çdo vit tjetër, është bërë tradicion të jem atje. Isha bashk me Motortajzeri, me Gjysten, Vullën, me Noizin, me Encën. Atmosferi ishte mrekullueshme për plot njerëz brenda një salle, kështu që atmosfera atje të vjen, por gjithashtu edhe kanë si përshëndetje për t'u e prej artistëve që kanë qenë aty. E harrova edhe Mimoza Shkodra ishim bashkë me ta. Kështu që qëndroni bashkë me ne. Mirë broma, mirë se keni ardhur. Unë kom derën dhe kënaqësinë që edhe sonte pikërisht jam me juve në Brukselin e bukur. Festat e fund vitit, 24-shi, pastaj viti ri, e dim agjendën që kemi mjaft ngarkume, po këngë, a ka diçka? Asaj përket këngëve, unë kam studion time në shtëpi, siç e din gjithë, dhe kam një numër shumë të madh këngësh që ende s'kan dalë. Për momentin nuk mund të nxjerr këngë për shkak të agjendës, por që mbas vitit të ri premtoj që të ketë sëri këngësh që të dalin me shumë këngëtar, si pjesëtar i grupit, Varrosi, plot tjerë, do ketë edhe bashkëpunime me kolegët mi, do jetë Enza, do ketë gjërat interesante. Si të duk nata që përfundoi sot? Në fakt ishte nata ime e parë në Bruksel, koncerti i parë për 28 nëntorin, edhe ishte diçka e veçantë në fakt, atmosfera shumë e mirë edhe diçka që shijova shumë. Gjyste, kam kënaqësinë që jemi bashkë Një kafe me Labin. Gjithashtu, si çdo herë. Çfarë do nata sonte përgjithësi? Si zakonisht në Bruksel bukur. Nuk është hera parë që e për festën 28 nëntorit. Adhuruesit e mi thonë që Gjysti është bën VIP tash në Bruksel. Është shumë shpesh.
Të ka ra për festa sidomos me Zakonisht. Prej fillimit karrierës e deri më sot. Edhe s'po ndalë, inshallah sot I vjet prapë bashkë me vëllezërit e mi shqiptarë këtu në Bruksel. me kismet po më duket. Shpresoj. Punojmë.